AK-ja pa diskutim ka qenë partia ma e sulmuar për vetëvendosjes në zgjedhje. Dy janë arsyet. E para është kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës e çon Kurtin me emrin që ai është edhe meriton. Edhe normalisht që Kurtin e ka një frikë që ka me u rrit, ka me u shpalos perdja ma shumë. Problemi i zotri Haradinajt ka qenë që pak njerëz i kanë besu që e ka me të vërtet. Pra, kur i ka thonë që je punëtori i Serbisë, nuk i kanë besu shumë që e ka një mend, sepse ka fillu pak vonë me i thonë. Tash mas zgjedhjeve, sidomos mas deklaratave që i ka mas zgjedhjeve, besoj që ma shumë njerëz e din që ai e ka për një mend, edhe nuk o ka flet veç elektoralisht. E para, e dyta, zotri Daud Haradinaj mundë mi pas një vit e gjys, nashta, mos më ka për kose, nuk e di, po pa të thonë me një televizion Kosovë që kombinimi maj mirë është president Ramush Haradinaj, kryeministër Albin Kurti. Daud Haradinaj pa të thonë. Ta shti ndroj kursin Aleanca edhe shumë mirë që ndroj. Ka plot njerëz që të ardhën prej vetëvendosjes, po me ftyra tjera, tentojnë me thonë që problemi Aleancës të zgjedhje ka qenë fakti që ka bo betejë agresive me Kurtin, është krejt e kundërta, thjesht nuk e ka pas kohën e mjaftueshme. Ju besoj e dini që strategjia Albin Kurtit për të ardhmen është pjesën e rrafshit Kosovës anamoraven me majtë si vetëvendosje, kurse pjesën e Dogagjinit me bo figurë qendrore Donika Gërvallën. Për këtë arsye, atje janë vjedh vota, po edhe janë ble vota, unë di fshatran të Deçanit që ka dalë vendosja e para, që nuk ka kur farë kuptimi. Gjithashtu, po për momentin nuk kam fakte, janë jep edhe pare. Ka njerëz që i di që ma kanë pranu në fytyrë që kanë qenë të angazhuar 50 deri 100 euro me ju jep personave që kanë gjendje më vështirë ekonomike për me ja jep votën vetëvendosjes. Para menojnë vetëvendosja ka dalë para në fshatra si në Strelc për shembull. Morë mos e ki fjalën për këto 100 euro që i kanë do, vëlla. Jo. Pare kesh, persona. Po edhe kështu kesh i ka jep. Po fliten këto zona, po flitet. Jo, këto, unë jam i Deçanit që jam. Po kjo që s'po fliten. Ka fshatra që ka marrë vota, për shembull vendosja ka dalë para, se dyta që nuk ka sens. Tash veç paramendoni që kanë bërë në Gjakov, gjithashtu në Gjakov janë ndryshimet për trenin bullgar. Të e pas parasysh vjedhjen, blerjen dhe sulmin specifik që Albin Kurti dhe vetëvendosja ka bërë në raport me AK-n, pikërisht sepse Ramush Haradinaj më në fund, po njerëz nuk i kanë besu akoma shumë, e ka gjetë që Albin Kurti është person që punon për interesat Serbisë në Kosovë, edhe për shkakun se don me etablu Donika Gërvallën si figura qendrore e Dogagjinit. Për që shto me dy kratë e Kosovës me. Megjithatë, unë mendoj që AK-ja do të mundi krenare për rezultatin. Morë mos i ka kushtu që kjo gjuhë Ramush Haradinaj. E tash tregoj, unë mendoj që jo as pak. Thjesht nuk i kam besu mjaftueshëm. E më njëherë mas zgjedhjeve i kam besu për shkak të deklaratave të Ramush Haradinaj, sepse eksponent e partive politike që kanë përdorur që gjuhë Ramush Haradinaj. S'është vërtet. Ç'është të vërtet? Absolut nuk është vërtet. Po kanë njëherë nuk ka rëndësi çka e ka thu, ka rëndësi kur e ka e thu edhe kush e ka e thënë. Sigur Haradinaj të fillon të para 4 viteve, sepse qëre, ka mundësi edhe hub vota ka njëherë. Na e kemi pa që është rëndësishme në histori çfarë pozicioni merr, jo në politikë ditore. Cila është pyetja?